Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shembulli i besimtarit është si shembulli i bletës. I kemi tre komponente ku duhet ne ta marrim këtë shembull dhe të krahasojmë me të. E para, bleta merr vetëm nektar të pastër. Shkon hulumton lule me mija, qindra mija për të thith nektarin e pastër. Ashtu edhe besimtari duhet të ushqehet vetëm me halal, me ushqime të pastra. E dyta, bleta prodhon mjalt, dhe pasi që ushqehet me nektar të pastër, prej mija e qindra mija luleve, e prodhon mjaltën, e cila mjalt është ushqim edhe është shërim. Ashtu edhe besimtari, prej ti vetëm mirësi duhet dalin, prej ti vetëm gjërat mira duhet burojnë. Andaj shoqëria që është përreth ti, nga besimtari i mirë duhet me ndëgju fjalë të mira, me pa sjellje të mirë dhe me pa vepra të mira. Dhe treta, bleta nuk shkatron lulet kur merr nektarin. Do thot ku bie nuk dëmton, nuk bën sherr, nuk bën shkatrim. Ashtu edhe besimtari nuk duhet ta dëmton askën, kudo që shkon, kudo që punon, kudo që vepron, kudo që jeton, nuk duhet me i bë dëm njerëzve që ka përreth, as me gjuhën e tij, as me duart e tia, e as me veprat e tia. Andaj, këto janë tre pikat ku besimtari duhet ta merr këtë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që se i ngjan bletës në ushqimin e këndshëm, në prodhimin e dobishëm dhe në mos dëmtimin e tjerëve. Allahu akbar. Shembull jashtëzakonisht i mirë edhe i rëndësishëm që gjithë na kemi nevojë na me ja kujtu vetes dhe tjerëve. Të bëhemi si bleta në ushqimin halal, të dobishëm, të shëndetshëm, të bëhemi si bleta në prodhimin e prodhimeve të dobishme, të fjalëve të mira, veprave të mira, sjelljeve të mira dhe në mos dëmtimin e tjerëve, kudo që shkojmë, kudo që punojmë, çka do që veprojmë, çka do që organizojmë, të mos e dëmtojmë askënd. Pra kështu bëhemi si bleta të dobishëm vazhdimisht në jetën tonë. Qofshim të këtill, o Allah, na bën mos i bleta. Ushqehemi halal, prodhojmë shëndet dhe gjëra të mira dobishme dhe nuk e dëmtojmë askënd. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.